gëzuar 8 marsin për të gjitha zonjat gratë. Gjinia më e bukur, jo që djemët nuk janë, po neve na kam betë ashtu të thua si gjini e butë sublime, por reale është fuqia që ka se cila grua, sidomos në ambientet të ndryshme të punës e gjithë shka tjetër, do e kemi tani në rubrikën Vox Pop, kemi shpërnda shumë dhurata, ëmbëlsira e gjithë shka tjetër për zonjat dhe zonjushat, pra në vazhdim rubrika Vox Pop, ka të bëj me 8 marsin. Tetë mars është dita ndërkombëtare e gruas, një ditë globale që shënon arritjet sociale, ekonomike, kulturore dhe politike të tyre. E shërben si thirrje për përshpejtimin e barazisë gjinore. Arsyeja pse data 8 mars ka mbetur si dita gruas është krejtësisht e rastësishme. Në vitin 1914, dita ndërkombëtare e gruas ishte festuar pikërisht më 8 mars, vetëm për shkak se kishte rënë diel. E pastaj në vitin 1975, Kombët e Bashkuara i kanë dhënë epitetin si dita ndërkombëtare e gruas. Edhe Kosova solidarizohet me këtë datë unike duke organizuar nisma të bukura për gjinin po ashtu të bukur. Në zonë së bashku me spitarin Fatim, Oksadant, Beli Sweets and More dhe dyqanin e këpucëve ortopedike për fëmijë Steps, ka shpërndar dhurata për disa prej grave që kanë lindur pikërisht në këtë datë. Pasi vazhduam me shpërndarjen e dhuratave, kaluam edhe tek reparti i ginekologjisë, ku patëm nderin dhe kënaqësinë të realizojmë një intervistë me doktoreshën Edibe Hoda Borovci. 8 marsi është dita e gruas, që simbolizon shumë, me një fjalë me përmbledh në 8 mars unë përfshi shumë gjëra dhe më kujtohen njëkohësisht një grumbull veçurish, aktivitetesh, simbolizon gruan. Gruaja dihet që në shoqërinë shqiptare tani shifet me një sy tjetër. Ndoshta përpara aktiviteti i gjysheve nënave tona ka qenë vetëm përkushtimi ndaj shtëpisë, kontributi në rritjen e fëmijëve, po mendoj që ka pas vlerën e vet në kohën e kaluar. Tani, si thosh, gjërat kanë ndryshuar për së mirë, edhe evoluimi është në shumë aspekte më ndryshe. Sidomos këtu e kisha potencu shkollimin e femnës shqiptare dhe kontributin e saj në shoqëni. Dihet që femna shqiptare, ndoshta duke krahasuar me kombet tjera, ka një veçuri shumë më të kontribuese në familje, më përkushtuar ndaj familjes, ndaj punës, ndaj shoqërisë, që është edhe një vlerë shumë e veçantë në familjet tona shqiptare. Prej gati 2 dekadash me këtë profesion me vlerë unike, zonja Edibe tregon me krenari të lartë për veten dhe rrugtimin e saj në ginekologji. Ginekologjia është një profesion, si thush, që ti e sheh veten edhe mrenda gjitha atyne nanave, emocionet e shumta gjatë, si thush, prej fillimi shtatzanisë, përcjelljes shtatzanisë deri në kunorzimin me lindje, e përjeton të paktën periudhën 9 mujore me çdo grua. Nuk mund ta shish veten, si thush, ekspostume ose largume prej asaj pacientes që ti e përcjell, sepse deshe ti inkorporohesh në komplet në vështirësitë, në kënaqësitë, në dhimbjet e asaj paciente. Kështu që unë me plot gojën e them që shpesh ndihem krenare, edhe ndihem e fuqishme, edhe ndihem shumë mirë që pacientet e mia ma besojnë punën, sepse dihet që puna është ajo që ty të vlerëson dhe ta jep vendin shoqëni. Ekskluzivisht për emisionin Zoom, ginekologja Hoda Borovci e përmend një rast goxha të ndjeshëm, e që ka mbaruar me sukses të plot. Kemi disa, po
normalisht çdo storje ndonjëherë t'jetë në kokë. Kemi pas çift ndoshta që pa shpresa për arritjet shtatzanisë, edhe ne shumë pesimist, duke bazu të analizat e vizitat ginekologjike që i bëjmë, edhe ka ndodhur që 3 muaj na i themi futemi në kontraceptiv për rregullim ciklit, edhe befasisht kemi vendosur minal kontraceptiv për me vazhdu jetë normale, ka ndodhur 42 vjeçare, ka shtatzan, e kemi përcjell shtatzanin edhe kemi lind, sot e ka një djalë shumë të shnosh. Çdo grua meriton kujdes dhe kontroll të rregull. Parandalimi është fuqia e gruas. Spitali Fati Im, aty ku mrekullia fillon.